Sëmundjet ishamike të zemrës vijojnë të mbeten një nga shkaktarët kryesor të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë në Shqipëri, ndërsa të dhënat e vitit 2024 tregojnë një stabilizim të situatës dhe rikthim në nivelet para pandemisë. Sipas një studimi të realizuar nga ekspertët e Institutit të Shëndetit Publik, incidenca e sëmundjeve ishamike të zemrës në vitin 2024 ishte 201.3 raste për 100.000 banor, një rënje lehtë krahasuar me vitin 2023, kur kjo shifër ishte 203.2. Meshkujt mbeten dukshëm më të prekur me 279.8 raste për 100.000 banor, ndërsa tek femrat incidenca është 124.1, duke ruajtur një raport mashkull-femër me rreth 2.3 me 1. Rreziku rritet ndjeshëm me moshën, veçanërisht pas moshës 60 vjeç. Mosha mesatare e diagnozës sipas ekspertëve është 66 vjeç për meshkujt dhe 69 vjeç për femrat, ndërsa grupmoshat nën 40 vjeç mbeten me rrezik minimal. Në krahasim me vendet e rajonit, Shqipëria ka një incidencë më të lartë se Maqedonia e Veriut me 169 raste, Kroacia me 181 raste për 100.000 banor, por më të ulët se Mali i Zi, i cili regjistron 216 raste për 100.000 banor. Kjo vendos Shqipërinë në një nivel të ndërmjetëm në rajon. Në Shqipëri, sëmundjet e qarkullimit të gjakut përbëjnë mbi 52% të vdekjeve totale, ndërsa sëmundjet ishamike të zemrës zën rreth 23%. Ekspertët theksojnë se shumica e rasteve mund të parandalohen përmes ndërhyrjes ndaj faktorëve të rrezikut, si duhani, dieta e pashëndetshme, mungesa e aktivitetit fizik dhe stresi, si dhe përmes zbulimit dhe trajtimit të hershëm.